Vera, gjatë ditës sotme është folur shumë për diasporën, është folur shumë për të larguarit, për kulturën, për identitetin, është folur për gjuhën shqipe, sepse ka pasur shumë panele, janë mbi 20 panele që do të vazhdojnë edhe nesër, dhe ti ke qenë edhe pjesë, çfarë kemi bërë mjaftueshëm për diasporën? Ky ka qenë paneli ku ke marrë pjesë sot. Megjithatë, ka dhe nga ata, unë kam lexuar edhe shumë reagime në rrjetet sociale që flasin për një diasporë, për një summit ku bëhet më shumë propagandë se sa trajtohen problemet reale të diasporës. Dhe në fakt, ajo revolta, ajo mini revolta e asaj zonjës që dëgjuam pak më parë, e shprehte më mirë atë që ndoshta kishin ndërmend shumë prej atyre pjesëmarrësve në summit. Po, unë isha jo në panel, isha thjesht e ulur, sepse dalim tek ajo që thamë përpara, panelet nuk ishin të vendosura në mënyrë të tillë që të paktën të ishte 50% diasporë edhe punonjësit në Shqipëri. Pra kishte më shumë shqiptarë që flisnin se sa përfaqësues diasporës. Kjo është qetësoj. Po. Edhe unë këtë pyetje shtrova në atë panel, që do t'ishte mirë që neve të ishim të paktën të dëgjoheshit. Po të paktën të dëgjoheshit. Jo vetëm të dëgjohemi, por ne kemi një specifik të veçantë, i jetojmë gjërat, dhe kur vjen një sqarim, ose një modelim, ose një shembull, ose një ide nga diaspora, vjen nga një burim i cili rrjedh prej andej dhe një mirë terrenin e diasporës, problematikat e diasporës, dinamikën e diasporës, arritjet e diasporës, kërkesat e diasporës. Unë nuk kam asnjë gjë kundra askujt, por në qoftë se ti do të bësh diçka reale me diasporën, ti duhet ta dëgjosh diasporën. Diaspora nuk duhet të jetë vetëm ajo që të ngrej dorën dhe të bëj ty një pyetje. Duhet të jesh ti ai që të bësh një pyetje dhe të ngresh dorën përpara meje.